Festa e birës ka sjellë qindra turistë në qytetin juglindor, të cilët po e shijojnë festën dhe atmosferën elektrizuese. Por duke se këtë situatë e kanë shfrytëzuar veçanërisht pronarët e hoteleve dhe bujtinave, në mënyrë abuzive siç prehen vetë vizitorët, nëse gjen një dhomë të lirë sot, kushton të paktën 50.000 lekë të vjetra. Ka edhe nga ato hotele që flasin në euro dhe që një natë fjetje tek këto hotele që kanë standarde më të larta kushton nga 50 deri në 100 euro. Përballë lajthitjes së çmimeve të papërgatitur gjenden turistët, të cilët nga fluksi i lartë akomodohen tek i pari hotel që gjejnë. Ku po qëndroni? Në një hotel këtu në hyrje të Korçës. Sa paguat për një natë? 50.000 lekë. Si u duket çmimi? Goxha e kripur. Madje ishte ndër më të lirët se kisha dhe më shumë me 80. Edhe nuk kisha ndonjë komoditet, kush e di. Me dush të ftohtë jemi larg që në mëngjes, kështu që jo fort të kënaqur. Mendoni se ka ndikuar festa e birës për rritjen e këtij çmimi dhe për abuzime? Po mendoj se po, se gjithë këto njerëz që vinë lart e poshtë, normal që e rrisin çmimin, por që nuk është e drejtë sepse njeriu me atë impakt që kalon herën e parë nuk kthehet më këtu. Për pagesën që të bëjnë duhet të ketë standard, duhet të ketë dhe kërkesa, duhet të ketë dhe kontroll nga ana e shtetit. Mos në këtë periudhë të vitit. Patjetër, sepse turizmi me që Korça po bëhet vend, shumë i frekuentueshëm nga turistët, them se duhet të ketë dhe një kontroll dhe që dhe turistët ndjehen mirë, sikundër dhe unë. Nëse një turist sot paguan për shembull 50 euro për një dhomë që deri dje ka paguar 20 euro, mendoni se do të kthehet prapë dhe do të jetë një stimul për vitin tjetër? Jo. Është, për mendimin tim, kjo quhet abuzim. Nëse ai nuk i ka ato standarde, domethënë që ka ardhur para një viti dhe ka gjetur më nxehtë këtë vit e shikon që turizmi, pronari domethënë e shikon që turizmi ka ecur dhe e ngret 30 euro edhe është pothuajse e njëjta pamje ose e njëjta godinë ose e njëjta dhomë. Edhe shërbimi është është abuzim. Përballë kësaj situate, të interesuar pranë drejtorisë të tatimeve Korçë, ata shprehen se janë duke u zhvilluar kontrolle dhe u kanë bërë apel personave që akomodohen në hotele të kërkojnë kupon tatimor dhe të mos paguajnë vlerë më të lartë se sa është deklaruar në këtë kupon. Megjithatë, në situatën kur të gjitha hotelet dhe bujtinat janë plot, të favorizuar janë pronarët të hoteleve që gjatë kësaj periudhe sigurojnë fitime mjaft të majme.